Ish deputeti socialist Plaren Dreca është paraqitur këtë të njëjtën në gjykatën e posaçme të shkallës së parë, ku ndaj tij rëndon akuza e shkeljes së barazisë në tender. Hetimi lidhet me procedurat për ndërhyrje në komisariatet e Vlorës, Mirditës, Pogradecit dhe komisariatit numër 4 në Tiranë, gjatë kohës që Dreca mbante detyrën e sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Brendshme. Gjatë seancës, ai përmes avokatit të tij, Ermal Yuzeira, i kërkoi shpalljen e mos kompetencës së GJKO-s, duke argumentuar se procedurat në fjalë nuk përmbushin elemente të një vepre penale që hyn në jurisdiksionin e gjykatës së lartë. Ai tha se një prej procedurave kishte fond zero, ndërsa procedura tjetër për projektimin ishte me negocim pa shpallje, duke kërkuar kalimin e çështjes te gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm. Kërkesa u rrëzua nga gjykata. Prokuroria e SPAK, Dorina Bejko, argumentoi se çështja ishte shqyrtuar edhe në fazën paraprake. Kërkesa për mos kompetencë ishte refuzuar edhe më herët. Ajo theksoi se të dyja procedurat janë të ndërlidhura dhe kanë synuar të favorizojnë një fitues të caktuar. Dreca po gjykohet me procedurë të zakonshme, ndërsa 15 të pandehurit e tjerë kanë kërkuar gjykim të shkurtuar, për të cilët SPAK ka kërkuar dënime totale prej 11 vitesh e 3 muaj burg. Tenderat për supervizimin e 4 komisariateve kapin një vlerë rreth 555.000 euro, ku SPAK thekson se janë kryer në shkelje të procedurave për të favorizuar një kompani të caktuar. Përveç kësaj çështje, Dreca njihet edhe si autori i padisë së kryebashkiakut Erion Veliaj ndaj prokurorit Orzhdado dhe si një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të kryebashkiakut arrestuar.